Ju përshëndes, mirë se erdhët. Do të flasim ditën e sotme për turizmin, të ardhurat e gjeneruara për gjatë vitit 2025, sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, rezulton mendimën e regjisë të shohim pak se si ka ndryshuar niveli i të ardhurave, një grafik i përgatitur nga drejtuesja e Scanintel Gjorgjina Deda, lidhur me performancën e këtij sektori. Për gjatë vitit 2025 janë arkëtuar apo të ardhura nga turizmi në Shqipëri kanë arritur në nivelin 5,72 miliard euro, ndërkohë që në 2024 ishin rreth 4,99 miliard euro, çka dikton, le të themi, një rritje me rreth 12 deri në 13%. Përpara se të prezantoj të ftuarin, dua, sepse ka qenë diskutim edhe çështja e rritjes së çmimit të karburanteve. Shoqata paralajmëroi që të hënën do të kishte një shkurtim, reduktim të flotës së automjeteve në qarkullim të autobusëve, ndërkohë që sot ka pasur një takim të përfaqësuesve me Ministrinë e Ekonomisë dhe Ministrinë e Infrastrukturës. Mbi detajet kam kënaqësinë që të kem Konstantin Fonin. Konstantin, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit që jemi ne. Sot ka pasur një takim në Ministri lidhur me shqetësimet që ju keni prezantuar më herët sa i takon rritjes së çmimit të karburanteve. Çfarë u diskutua apo u dakordcua në këtë takim? Po, është e vërtetë edhe ato që ju përmendët pak më përpara, ne kishim lënë jo një afat apo një ditë të caktuar, po kishim lënë si afat fundin e këtij muajit dhe për një reagim sa më të shpejt nga institucionet përgjegjëse dhe i vetmi institucion i cili reagoi në fundjavë ishte ajo e Bashkisë Tiranë, e cila zonja Rifani, e cila u votua për një takim me qeverinë në mënyrë që të diskutojmë dhe të ulemi në një tryezë të përbashkët për të parë se si mund të kemi një suport, një ndihmë financiare në lidhje me transportin publik si qytetas, ndërqytetas dhe rreth qytetas. Ditën e sotshme jemi thirrur të gjithë operatorët e transportit publik si ato qytetas dhe ndërqytetas në një tryezë të përbashkët me ministren Zonja Ibrahimi, ministren e Ekonomisë, dhe me zotin Karaçani dhe kryetaria e Bashkisë Tiranë. Po, Karakaçi, po. Po, Karakaçi në ndjes. Dhe nga diskutimet që ne parashtruam, ato 4 kërkesat tona të cilat ne i kërkojmë që do të implementohen sa më shpejt, në mënyrë që mos ndodhemi para një krize tjetër ku do të bëjmë duar që në javën e parë. Kërkesat tona kanë qenë paketa antikrizë, paketa emergjente, e cila ka një ngjashmëri dhe në vitin 2022, pra ekziston një mekanizëm që funksionoi në vitin 2022 me rritjen e çmimit të karburantit, ku filloi dhe lufta Ukrainë-Rusi. Për koincidencë është e njëjta periudhë si asaj kohe edhe tani, dhe morëm një aprovim dhe ndoshta në mbledhjen e radhës të qeverisë do të futet për miratim. Të pakun kështu edhe u diskutua dhe besoj që do ta miratojnë, kuptohet, kjo do të diskutohet dhe me ministrin e financave, për të rishikuar ndoshta çmimin për kompensim në lidhjen e karburantit. Atëherë, sepse edhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi është pyetur lidhur me këtë shqetësim të prezantuar nga ju, por edhe kërkesat, dhe la të hapur mundësinë e ndërhyrjes, çfarë do të thotë edhe subvencioni, por edhe kërkesat e tjera që ju keni prezantuar janë të gjitha të hapura. Në gjykimin tuaj, mund të kthehet skema e 2022-shit, pra kur ju jeni subvencionuar 100 lekë për litër? Unë mendoj që po, dhe ajo patjetër që duhet të implementohet sa më shpejt në mënyrë që transporti publik mos të degradojë dhe mos të reduktohet apo të shkojmë drejt edhe mbylljes.
ndërsa kërkesat e tjera, ato janë projekcion për periudhë ndoshta pak më afatgjatë. Po. Të cilat, ato janë në mënyrë afatgjatë në mënyrë që mos ndodhemi përpara kësaj krize. Janë kërkesa si aksiza në litrin e karburantit, pra heqja e aksizës, ku aksiza në fakt tek shkimi sot që ne flasim është 0. Në të njëjtën formë kërkojmë edhe ne që të veprohet, sepse tek peshkimi vërtet është 0 aksiza e karburantit, por peshku tregtohet sa ata operatorët apo peshkatarët duan që ta tregtojnë. Ndërkohë, operatorët kanë një kontratë dhe kanë një çmim të paracaktuar. Pra, ne nuk lëvizim dot me çmimin e biletës. Ne kemi të paracaktuar si karburanti të jetë 1.000 lekë, si karburanti të jetë 2.000 lekë, apo karburanti të shkojë dhe 3.000 lekë. Tani, Konstantin, ju dolët të kënaqur nga ky takim? Pra, sepse deri më tani, edhe ju, edhe përfaqësuesit e qeverisë si lini të hapura mundësit. Megjithatë, i përmbushi pritshmëritë, le të themi, ky takim që zhvilluat sot? Deri në vendimarrjen e plot dhe të dalim me vendimin e këtyre ministrave, patjetër që ne nuk jemi të kënaqur derisa të miratohet. Por, duke parë reagimin pozitiv dhe dëshirën që të suportojnë këtë sektor, mendojmë që dhe ata nuk besoj se për shkak të datës që jemi sot të na kenë gënjur. Kështu që mendoj që do jetë diçka pozitive dhe paketa emergjente do të riaktivizohet në mënyrë të menjëhershme pasi operatorët ndodhen në një moment kritik financiar. U diskutua mbi mundësinë e rritjes së çmimit të biletave të autobusëve? Në fakt, ne nuk e kemi prekur rritjen e çmimit të biletave, pasi kjo nuk është në dorën tonë, por është në vendimin e Këshillit Bashkiak për por ju e përmendët sot? Jo, ne kemi kërkuar lehtësime të taksave në mënyrë që mos prekin qytetarët direkt. Pra, nuk është se kemi kërkuar rritjen e çmimit. Patjetër që ajo është një opsion. Në rast se qeveria, si ajo vendore dhe ajo qendrore, nuk do të reagojnë ndaj këtyre kërkesave dhe propozimeve, atëherë patjetër që opsioni i fundit është rritja e çmimit dhe më pas ato faturë financiare që kosto është shtuar që është sot, do të shkojnë në xhepat, do të shkojnë tek qytetarët. Ndërkohë, sa afat ju kanë dhënë dhe ju keni lënë? Atëherë, ministra u shpreh që ditën e martë paradite ato do të dalin në një vendim, duke qenë se mbledhja e qeverisë ishte ditën e sotshme, duam pak këto ditët që në mënyrë që të diskutojmë në lidhje me sasinë apo se sa ka qenë pjesa e subvencionit në 2022 që të bëjnë ata kalkulimet e tyre për buxhetin e shtetit. Pra, do të duhen ca ditë kohë deri në mbledhjen e radhës qeverisë për të dalë në një vendim final. Ndërkohë, situata në cilën ndodhet sektori? Ne kemi diskutuar edhe para një jave, kemi qenë në këtë studio, kur kemi folë mbi efektet që ka sjellë shtretimi i çmimit të karburanteve, se si kanë ndikuar në treg, ndërkohë sot keni një vlerësim të ri mbi pasojat apo efektet? Pasojat financiare kanë vijueshmërinë e vetë të jenë të rënda. Operatorët janë vërtet në vështirësi financiare dhe ata po e përballojnë dita ditës duke pritur në një premtim që të ketë një lloj mbështetje financiare. Jo më larg se ditën e njëjtë, bordi drejtues u mblodh dhe caktoi një çmim i cili ishte rreth 191 lekë për litër karburanti. Të netëmen, operatorët ndodhen përpara faktit ku kanë shkuar në depozitat për të furnizuar, në depozitat e hidrokarbureve, dhe u ndodhen para një fakti ku nuk mund të merrnin dot furnizim me atë lloj çmimi. Dhe brenda ditës së premte u mblodh bordi dhe ndryshoi çmimin e karburantit. Pra, çmimi është i lëvizshëm, jo ndoshta për shkak të
të distributorëve, po për shkak të lëvizjes së luhatjes të bursës. Dhe tani ju e keni përfituar çmimin me ato vlera të fiksuara nga Bordi i Transparencës apo jo? Apo keni kontrata paraprake dhe jo, asnjë operator nuk ka kontratë me distributorët e hidrokarbureve dhe karburantin të cilën ata furnizohen çdo ditë në ditë të caktuara merret bazuar në ndoshta në vlerën që ka përcaktuar bordi ose në vlerën që kanë përcaktuar distributorët. Pra nuk ka një çmim të stabilizuar, por nuk as më pak se sa e ka caktuar bordi. Pra, tani, Konstantin, po. Ndoshta në këtë rast edhe sinjalet që u dhanë sot ishin pozitive, që do thot kërkesat ndoshta jo të gjitha, por do të tentohet që të amortizohen deri diku efektet edhe për të parandaluar le themi që ju të shkoni në ato paralajmërimet që keni bërë për reduktim të flotës e kështu me radhë. Nëse nuk ndodh që të reagohet brenda pritshmërive që ju keni, cili do të jetë qëndrimi i reagimi juaj? Ne ja shprehëm dhe aty të nderuarve ministrave që reagimi jon nuk është absolutisht as kërcënues dhe as luftë me pushtetin, por është pamundësi financiare. Në rast se nuk do ketë reagim mbështetje financiare tek këta operator, ata nuk garantojnë dot vijshmërinë dhe më pas do të filloj gradualisht reduktimi i këtyre mjeteve dhe në rast se mos reagimi vazhdon për një kohë të gjatë, mund shkojmë dhe drejt kapitullimit apo mbylljeve të dyre të autobusave, gjë që operatorët as nuk e dëshirojnë dhe as nuk e duan që të degradojnë në atë pikë. E qartë, mirë. Konstantin, unë falenderoj për këtë ndërhyrje, kënaqësi që ishe me ne. Faleminderit ju.